Brenda 6 muajve të parë të këtij viti, si pasojë e aksidenteve me fatalitet, kanë humbur jetën 54 persona, derisa në 6 mujorin e parë të vitit 2016 ishin 50 persona që humbën jetën në komunikacion. Zyrtari për informim në Policinë e Kosovës Daud Hoxha për Kosova Press ka thënë se në periudhën janar-qershor 2017 janë shënuar gjithsej 8.073 aksidente dhe krahasuar me vitin e kaluar ka rënje për 212 raste. Në periudhën janar-qershor 2016 kemi pasur 50 persona të vdekur, ndërsa në këtë periudhë të 2017, pra janar-qershor, kemi 54 persona. Sa i përket numrit total të aksidenteve në periudhën e vitit të kaluar, kemi pasur 8.285 aksidente në total, ku përfshihen aksidentet me lëndime, aksidentet me dëme materiale dhe aksidentet me fatalitet gjithashtu, ndërsa në periudhën e këtij viti kemi 8.073 aksidente, që i bie 212 aksidente më pak në trafikun rrugor. Bëhet fjalë për të gjitha llojet e aksidenteve. Eksperti i çështjeve të trafikut rrugor, Muhamet Krasniqi, ka thënë për Kosova Press se kontribuesit kryesor që po ndikojnë në numrin e madh të aksidenteve është ngritja e temperaturave në sezonin e verës, përdorimi i telefonit gjatë ngasjes së automjetit, mos respektimi i shenjave të trafikut dhe dispozitave ligjore. Kontribues të aksidenteve në trafik, veçmas në këto ditë të verës mund të jenë edhe temperaturat e larta, të cilat ndikojnë direkt në shpërqendrimin e gazeve të automjeteve, por edhe shpërqendrimin e vetë pjesëmarrësve të tjerë në trafik në cilësi të komsorëve. Pastaj mund të janë kontribuesi tjerë që kemi përdorimin e telefonit mobil gjatë ngasjes, pastaj mos mbajtjen e distancës së sigurisë në mes të automjeteve, sidomos gjatë lëvizjes në kolon. Kemi edhe faktorët tjerë në mos respektimin e shenjave dhe dispozitave ligjore në rrugë, domethënë te kalimi i shpejtësisë, kyçet dhe çkyçet jo të sigurta në rrugë. Kjo vlen veçmas për autostradë ku kemi zhvillimin e shpejtësisë së lartë dhe një mori të faktorëve të tjerë të cilët ndikojnë në uljen e vigjilencës por edhe të sigurisë në rrugë. Muhamet Krasniqi tha se si masë parandaluese për siguri më të madhe në trafik e shështimin e masave policore në rrugë gjatë muajve korrik dhe gusht, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Prania e policisë do duhet të ishte sidomos në orët e mbrëmjeve gjatë vikendeve në vendet ku organizohen këto manifestime dasmore apo ku ka organizime të ndryshme të mbrëmjeve argëtuese e tjera, për shkak se ditët e nxehta të verës, pastaj frekuentimi nga ana e të rinjve mund të përdorin alkool dhe mund të shkaktojnë si të tillë mund të shkaktojnë edhe aksidente në trafik. Pjesa e kohës kur kemi flukset më të mëdha, domethënë kur kemi prezencë më të madhe të automjeteve, do të ishte mirë që të janë prezent policia e trafikut. Policia i ka apeluar të gjithë drejtuesit e automjeteve e sidomos të atyre bujqësore që gjatë natës të kenë sinjalizimin e nevojshëm e drita, pasi që një numër i madh i aksidenteve rrugore po shkaktohet si pasojë e qarkullimit të automjeteve në mënyrë të pasigurt.